Kryetari i Këshillit Evropian Antonio Costa të ejtën do të qëndrojë për vizitë zyrtare në Shkup. Në prag të vizitës së tij, kryeministri Christian Mickoski tha se do të ja përcjell qëndrimet e kësaj qeverie në lidhje me ndryshimet kushtetuese, të cilat, siç tha, mbeten të njëjta dhe të pandryshueshme. Qëndrimet e tona janë të qarta në lidhje me ndryshimet kushtetuese. Këtu nuk ka ndryshim, sepse nga ana tjetër ne nuk shohim, të paktën deri në këtë moment, ndonjë sinjal se ka ndryshim të sjelljes. Gjithsesi, nga ana e fqiut ton lindor, mua më vjen keq që është kështu dhe shpresoj që në periudhën që vijon do të flasim më shumë për vendime sesa për problem. Kryeministri bëri të njohur se pas vizitës së përfaqësuesit të lartë evropian në vendin tonë, ai do ta shoqërojë Antonio Costa në fluturimin nga Shkupi për në Tiranë, ku Costa do të shtrojë darkë për liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Të premten pastaj së bashku do të marrin pjesë në takimin e komunitetit politik evropian në Tiranë. Vizita e Costas është në kuadër të turneut të tij në Ballkanin Perëndimor, ku paraprakisht vizitoi Beogradin dhe Sarajevën.